Në katedralen e Nën Teresës në Vaudes, aty ku shërbeu për 8 vite radhazi, i peshqve të sapes si Zot Simon Kulli, ju dha lam të mira e fundit. Secili prej nesh e ka një kujtim me të, që mund ta tregonte sot. Ti mbajmë ato kujtime në zemrat tona. Kryebashkiaku i Vaudes, Kristian Shkreli, në fjalën e tij vuri theksin tek bashkëpunimi dhe kontributi që i Zot Simon Kulli dha në komunitet. Zemra e tij kishte një vend të veçantë për të varfrit. Sot më mungon një mik. Largimi i tij na dhem të gjithëve. Ai na mësoi se politika dhe feja, pushteti dhe altari mund të bashkëpunojnë ngushtë kur luhet fati i të mirës së njerëzve. Me lot në sy, besimtar të shumtë ndoqën jashtë katedrales me meshën e shenjtë, teksa ndan kujtimet e tyre. Ka dek burri para pakosh, më tha, je mërzit ana, shumë me thash. Tha, mu mërzit, tha, po, jo mu dispru, se Zoti di sharun për ne. I ka moj ofër, rinin gjithmonë i ka moj ofër, ka qenë shumë i mirë për ne. Kujtimet e Dam Simonit janë të mëdhore, nuk mund i përftëroj me fjalë unë. Më ka respektu shumë, Zoti dritja po më tjetë. Trupi i arqipeshqvit Simon Kulli do të pret në kriptën e katedrales. Ai do të kujtohet gjithmonë për urtësinë dhe për ndihmën që u dha veçanërisht personave me aftësi të kufizuar.